Për te i kufive, sot jemi në Köln, në këtë vend të mrekullueshëm, Katedralja e Kölnit. Pro 600 vjet janë dashur për ta ndërtuar këtë vend. 6 milion turistë e vizitojnë çdo vit. Mbrohet nga UNESCO. Detaj shumë i rëndësishëm, por kjo nuk është arsyeja pse ne jemi sot këtu. Ne jemi sot këtu për një personazh goxha të rëndësishëm, sidomos për atë jetën e natës në diasporë. Ai ka bërë revolucion, po për më tepër diçnin sert. Me punën e tij, ridimensionoi jetën e natës në diasporë. Prej më shumë se një dekade, organizimet që bën janë epicentër për artistët shqiptar. Me Arin, sot i flasim të gjitha. Nga depërtimi i vështirë tek puna me VIP-at e skenës tonë muzikore në prag të super koncertit të Gjestit në Elite and Glamour. Ne ndodhemi akoma këtu në një rrugë ku ka kalimtar, por po shijojmë kafen dhe pikërisht me atë person që ne ua premtuam. Ka gjetur kohën sot për ne, pavarësisht se është një, do të them, një event gjigant, Gjesi është i ftuar, me ne është Arjan Arifi. Shumë faleminderit Arjan që ke pranuar në këtë ditë aq impenjative të jesh me ne. Mirë se u gjeta. Je shumë i relaksuar. Po. Je mësuar tashmë. Mas 14 vite besoj që po. 14 vite. Vetë është stres, po ju mësu me mshepër. Mua më bëri përshtypje që pikërisht sot pranove të bësh intervistën me ne. Unë mendova thash do jetë super stres, po ti je aq relax, je aq i shtruar sa unë nuk e prita fare. 14 vjet Ilirian Glamour. Unë duhet ta pranoj që kam qenë një nga personat e parë që kam qenë pjesëtare këtyre eventeve. Edhe zhvillimi i këtij do të thoja rrjetësh eventesh tashmë sepse nuk është një diskotek, po kemi edhe festivali Elite and Glamour. Po. Është bërë ka marrë për masa që ti i ke pritur më përpara, ka qenë ky një vizion i joti apo është diçka që ty ka surprizuar? Me të vërtet festivali nuk ka qenë vizion jemi, ka ardhur domethënë mbas kohës. Vizioni jemi kanë gjithë me kriju një brand kur shqiptarët e shohin si mënyrën profesionale, po festivali domethënë u kriju disa gjanat luajtën rol se në këtë biznes kom njoftu edhe shumë shokë që merren me të njëjtin biznes, po në anën e turqiv, polak, gjerman. E kështu që ka qenë dhe një vizion i kombeve të tjera që ty të ka çuar drejt këtij suksesi. Me fillun pi fillimit në 2011-2012 atëherë isha i ri, kështu që kam parë shumë të Turqit. Turqit i kam marrë si shembull përpara. Po. Se me pas shikuar nivelin e shqiptarëve që kanë festuar në diasporë vitave e 2000-ta mas luftës. Ti shumë të drejtë. Kur i shikojsha Turqit, domethënë ishin atëherë 10 vite përpara neve. Domethënë në jetën e natës. Për mua ishte pikpyetja pse ata e na jo. Ne jo. Unë kjo do ishte pyetja ime e radhës. Aq shumë i ke urryer vallet që diku nuk do t'ja them emrin asaj diskotekës që ishim të detyruar të shkonim sepse nuk kishim tjetër. Sa ti arrite e mbaj mend që në fillim ka qenë vetëm party me DJ. Po, vetëm me DJ. Sensacion. Po. Edhe ka filluar ashtu pse pyetja ka unë përpara jam kon si DJ, domethënë në ato mbrëmjet ku s'po përveten emnet. Dhe si DJ nuk kemi pas vlerë shumë në jetën e natës. Domethënë jemi kanë vetë zavent artistit kur të bën artisti pauzë. Kështu që kur e shikoj që atëherë ishte Ginta Ismaili, domethënë si sot Dafina Zeqiri. Po. Ardhë do me thonë një super yll shqiptar. Atëherë u mbajshin mbrëmjet shqiptare në salla darsme. Vërtet është. Dhe kur ardhë në skenë Genta Ismaili, do me thonë në super y atëherë, kur e pasha stage, e pasha halo torte prej dasmës në ditë përpara. Të vinte keq. Për mua ishte e turpshme. Ishte e turpshme. E kuptoj. Unë Genta ka pasur atëherë ajo shkëputur tani nga, le të themi, nga ekrani ose nga karriera e saj. Kam një lajm të mirë për ty, kam dëgjuar që shumë shpejt do rikthehet skenës.
Po, super. Dhe mezi po e presim. Mas disa vite. Është të vërtet një artiste. Është një artiste që ajo e meriton dhe ne duam ta shohim në skenë. Në të vërtetë mund kujtohen ato ditë, është shumë e vështirë për ta kuptuar ose le të themi nganjëherë kur shkojnë në Kosovë ose në Shqipëri, i mbaj mend ato momente ku talleshim me ne diasporës, në mënyrën se si ne festonim. Kurse ti me vizionin që ke pasur, arrite të thyesh çdo tabu. Po, ajo ka qëllimi im pi fillimit. Ka qenë vështirë? Gjithë, shumë sfida. Çka ka qenë vështirësia më e madhe, po të drejtën? Në fillimet e tua, të drejtën. Pranimi si shqiptar. Po? Se na e din edhe këtë diaspora që jetojnë këtu, na shqiptarët nuk e kam pas gjithë emrin e mirë në diasporë. Po. Kështu që ku shkojsha në klube me pyet, bën me organizu, ku ja tregojsha konceptin tim, ketë në rregull, ketë mirë, kur ardh ke fjallat e shqiptari, jo. Nuk e pranonin. Gjithë refuzojshin. Asnjëherë nuk u kam pranu. Edhe tana u deshke me kriju do ideja, qysh me i, se do me thonë në rrugën e drejtë, nuk na dhashin shansën neve. Kështu që u pat qel një klub afër ku banoj une, i Rusëve. Dhe shkova aty i thash, ku kam qef me bo një Balkan Party. Balkan Party për kurat, për shpije, për asë. Kishte Chelsea që të hapën dyre. Po, ama nuk isha në fare me pas Balkan Party, po veç mi shti hunë që shtojnë shqiptarët njëra. A bu këpëton. Edhe tha, okej, ketë në regull, edhe mas 2 javë tashti frika ma e madhe ishte qysh t'ja spjegoj tashti që nuk ka Balkan Party për shqiptar. Tash u desh me një strategji, ka buton shumë frika më pas. Edhe dikur shkova, Niko e ka emnin, tash Niko i thash në dëgjoj, thash une një se nuk e kom pas mendje, nuk mundën mi bash shkijet dhe shqiptarët, se ishke koha pas luftës, me festu bashkë. Flasim para 14 vjetëve? Po, në 2011 në shu kam. Thash, kisha pas qef mas jam unë shqiptar, t'ja filloj shqip. Edhe shumë për ati momenti kam pas frikë që shpër reagon, apo kupton, apo më refuzon apet si tjertë ajo. Tha, okej, tha ba në shqip. Për mu ishke ajo go, apo kupton në start. Ishte ajo drita e pare gjelbër që tipe. Sa persona vinin në ato event atëherë? Në fillimet e tua? Në fillim eventet e para kanë me 270 persona. Po? Sa presim sot? Po minimum 1400 deri 2200. Wow! Francezët dhe thonin në Chapon. Të ish kapele. Është punë shumë e vështirë dhe mbi të gjitha vendin ku ti sot i bën party, është Nacht Residence, është një nga diskotekat më të mëdha dhe më luksoze, më ekskluzive në Europë. Është shumë e vërtet. Ke këngëtar më famoz të estradës shqiptare dhe të Kosovës. Si janë marrëdhëniet e tua me to sot? Në profesionale, ama është arsyeja se komplet estrada është u shumë mënyrën të u bë më profesionale. Nuk kam asikur atëherë në viteve para ku jemi kanë këtë shoqërueshëm, apo kupton. Tash atëherë menaxhera nuk ka pas, ku menaxheri u udhëhec. Tani apo kupton. Sot keni më tepër kontakt me menaxher se sa me këngëtarët vetë. Po. Do të thonë unë më shumë jena me menaxhera, apo kupton, kur vjen artisti ose artistja, do të thonë atë pjata sa pike, do të thonë kemi edhe biseda personale. Kanë kërkesa. Atëherë arrin 14 vjet karrierë. Unë do kisha pasur shumë dëshirë të di tekat e këtyre artistëve, ose të gjitha nuk mund se janë 14 vjet eksperiencë, po një nga tekat më të çuditshme të tyre. Sepse janë goxha kështu vezveseli. Ndëgjoj, edhe i kuptoj pse, se me të vërtet nuk është punë e lehtë si artist më kanë, edhe pse mendojnë shumë njerëz artist, star, fans, se artistat e tonë janë, domethënë gati se çdo vikend janë në Evropë, apo kupton. Janë diku tjetër. Domethënë edhe ata e lypin, unë e shoh vetë,
e lypin, sa ma let me pas, që me kalu një kohë të mirë, se sa ma pak stres me pas artisti, sa ma mirë kalon në skenë, apo kupton? Bë një performancë më të mirë. Kështu që nuk I kemi artistat si gjëm... Ti je nga ata persona që I kupton edhe kur kërkojnë sa më shumë, le të themi jo sa më shumë, po ti je një nga ata persona që e kuptojnë edhe kur kanë teka dhe mundosh t'u plotësosh gjitha që ata të ndjenë sa më mirë. Po, gjatë mundësive të mia, unë I tregoj edhe gjithë menaxherave, nëse keni kërkesa të jashtëzakonshme diçka, të lutna 2-3 ditë përpara më tregu që me pas mundësi ku më plotësua ato dëshira. Po ku më vjen edhe personave shumë mërzi, ku vjen një artist, për shembull minutin e fundit, edhe kërkon një sen të jashtëzakonshëm që nuk kam mundësi se ne nata jonë fillon ora 10 mbrëmje 11, domethënë edhe me desh me ja plotësu dëshirën. Është e pamundshme. Është e pamundshme. Apo kupton? Po, kështu normal nuk kem shumë artista që kanë kërkesa të mëdha shumë. Po si është pjesa e kërkesave të pagesave, dhe kjo duhet këtë ndryshuar në 14 vjetë e fundit. Ka ndryshu, po, ka ndryshu, absolut ka ndryshu. Janë rritur çmimet edhe në këtë industri? Po, gjithë janë rritun, gati se muj me thonë janë po double, domethënë 2 fish. Po s'ka qenë lufta në Ukrainë që I ka ndryshu çmimet? Edhe unë këtë mendim e kom pas njerë, po jo. Artistat e tonë punojnë shumë në muzikë, me shiku se në mas pare në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Belgjik, domethënë në Evropë, muzika shqiptare që 4-5 vite shumë ka arrit famë, kundra tjerëve. Ne kemi dhe këngëtare shumë njohura që kanë ardhur nga diaspora. Mi bë para bashk Turqit, shembull, shumë ma shumë janë në Evropë se na, po muzika tyne nuk është prezent si shqiptare, domethënë momentalisht në klubet e gjermanëve, në klubet e momentalisht. Si është tani, ari më përpara që turqit janë ata që mua më kanë inspiruar, ata që ne na kanë treguar ne, se si festohet. Edhe unë duke qenë edhe prezente dhe duke përjetuar këtë lloj etape, me ty bashkë këtu në këtë krahin, e di që është absolutisht e vërtet. Por si është sot? Sa turq, sa nacione të tjera vinë sot në Ilirian Glamour? Sot pranishëm për shembull. Unë kam dëgjuar nga miq e shok që janë ata që thonë, sot është prapë Ilirian Glamour dhe ato I përkasin nacioneve të tjera, nuk janë shqiptar. Ajo është një sen që më shumë më gëzon, se në fillim si thash vështirësirat si shqiptare ti tregova më herët. Momentalisht në fillim kemi pas 5% maksimal prej jashtë shqiptarëve që kanë ardhur të mbrëmje tonë të Ilirian Glamour. Po kemi punu në mënyrën profesionale, marketingu, edhe artistat me muzikën e vetë kanë bëhat vetën. Sot muna me thonë se 30-40% janë jo shqiptarë. Jo shqiptarë. Po, që nuk vinë për para kanë orë jo shqiptarë, arsyeja Bora e ka ftu Turqelikën. Ato desha të të pys. Më përpara, kur shkonim në këto lokacionet e tjera, janë martuar goxha njerëz atëherë. Sa ty ishte I vetmi vend ku takoheshin shqiptarë me njëri tjetrin. Po ju keni martuar ke dëgjuar? Ke qenë ftuar me ndonjë dasëm që kanë thënë Ari duhet të stojmë dasëm sepse në Ilirian Glamour kam njohur nusen apo burrin. Jo, I ftuar ju në kom, po në atë mënyrë nuk u kam ftu se I ka ardhur pak pali dhe me thonë në diskoteke kom një ftu. Po ja njohur shumë, vjen shumë sot. Po, ka shumë rini edhe jam shumë I kënaqur me këtë punë që janë njoftuar në Ilirian Glamour, janë martu, edhe kanë sonte fëmijë kanë ngriu familje. Edhe kur pishok mas disa vite, kur po vinë ka musafir ka herë që se kom po 8 vite, kur po vje domethënë ka hupu edhe mas 8 vite apo në rastisht. Është për më shumë e çuditshme se unë për veti nuk kam musafir
prej fillimit që kanë ardhur, domethënë kanë ndryshuar. Po nëse janë 14 vjet kanë ndryshuar. Po, vetëm unë komet alo atë. Edhe unë do vi sot. Edhe do vi sot. Falenderoj shumë për ftesën. Edhe ne do ju dhurojmë disa pamje shumë të bukura nga ky event, kështu që qëndroni me ne. Pandemia. Besoj dhe ty duhet të ketë goditur si shumë kompani të tjera ose institucione të tjera, se në fund të ditës dhe Illyrian Glamour është një institucion ose është një kompani e cila edhe duhet sjell përfitime, kjo është normale. Si e keni kaluar pandemin? Pandemia me të vërtetë kanë shumë e vështirë, jo vetëm për mua, por për krejt, domethënë popullin, sidomos për gastronominë edhe jetën e natës. Jeta natës e ka pas mas vështirë, arsyeja se jeta natës ka e para që u dash më mbyll, edhe e mramta që u dash e kanë hapur. Kështu që, domethënë periudhën e lockdownit, ka qenë vështirë. Për neve u kanë domethënë më shumë se për krejt tjerët. Keni festuar në diku fshehur azi Illyrian Glamour të drejtën? Jo, përbes jo, se ishke unë për vetë kom pas shumë përvojë të keqe me pandemi, jam kanë kur ra kjo versioni Delta, jam kanë 3 javë në shok sop, kështu që nuk kom pas edhe shumë. Ke kaluar dhe vetë shumë keq. Po ku çabona unë në gjatë pandemisë, e pasha që nuk ka, domethënë, cila ka qenë zgjidhja? Zgjidhja e kom qel të kom ble, domethënë, në Tausin. Po, është një tjetër shisha lounge që ndodhet në Düsseldorf, që është gjithashtu në pronën tuaj. Po, aty, domethënë, na kemi në lockdown me 19 mars, unë me parën prill kam shkruar, domethënë, pa ditë se ç'a ndodh kur kemi me qele, kur aty, domethënë, kom investu shumë për më marrë, so është një vend shumë i mirë në Düsseldorf, i madh është. Edhe me Taos, 3 muaj kemi pas mbyllun, pas 3 muaj kur e kemi qelë, domethënë, prej ditës parë ka funksionuar. U bë qendër shqiptare u bë. Unë të përgëzoj për këtë pjesë, domethënë kjo është edhe një shenjë që tregon që ti je një biznesmen shumë i suksesshëm, sepse pikërisht në momentet kur gjendja është vështirësuar, ti ke thënë unë tani do vazhdoj të investoj. Po, duhet. Edhe kjo është shumë treguese. Ari, si është zhvilluar pas pandemisë? Si ka qenë pas pandemisë kur u hapën dyert? Edhe ajo ka shumë sen interesant, arsyeja se ketë pronarët e klubeve kanë menuar se tash si të hapin dyert, domethënë njerëzit vinë sikur apo kupton. Po, e kundërta ka ndodhur. E kundërta. Domethënë se ka ndryshuar trendi? Kanë kërkesa të tjera? Jo vetëm trendi. Pika parë është kur ti bën njëri 18 vjet, ç'a pret? Lejen e patent shoferit, domethënë, edhe me shku në klub. Apo kupton, domethënë, e ata në gjatë pandemisë që i kanë bërë 18 vjet, domethënë, i kanë bërë 20, 21 pa klubin. Nuk e kam përjetu këtë pjesë. Apo kupton, domethënë këtë kundërshtrim nuk e kisha parë ndonjëherë. Po, e vërtet është, po. Domethënë kur u hapën klubet, u deshke shumë marketing me bë, se para pandemisë, për mi ngre një musafir tapet. Shkak se pika dytë, çka ka ndodhur? Njerëzit e kanë pa musafirët që ku të rrinë një vikend në shtëpi ose 2 vikenda, so lekt i shparitin. Po, i kanë kursyer lek. Domethënë me ato lek mundesh me shku në pushim. Apo kupton, edhe janë nisën, domethënë musafirët janë nisën me kursyer lekun. Po, nuk ishin më aq shpenzuesi më përpara. Se e kanë pasur so lekë mundet më të met në xhep, nëse nuk shkon çdo vikend ose çdo muaj. Po. E shumë e tjera se ne kanë ndiku shumë në jetën e natës momentalisht aktuale. Jo vetëm të shqiptarët, po edhe komplet në këtë Ky brez që ti e pret sot, e duan jetën e natës më shumë, janë këta, le të themi, fokusohemi më tepër tek ne shqiptarët që jetojmë në diasporë. Jemi ne ndryshe ose kemi qenë ne ndryshe se sa brezi që ti pret sot? Jo, festimin e kemi në gjak të shqiptarët, edhe muna me thonë plotësisht,
ma mirë se shqiptarë që festojnë, Po? në Evropë zbesoj që ka popull që festojnë. Kështu që ky shkon me trashëgim. Me Nëse na trashëgim. kemi festuar para 14 vjetë e mirë, këta sonte alo ma mirë festojnë. Okej. Domethënë ma shumë energji kanë me festuar. Do më thënë shqiptarët si në diasporë, si përpara si sot janë njëjtë, do thoje si këtu, si në Kosovë janë njëjtë, është kjo arsyeja pse ti ke investuar dhe në Kosovë tani? Por nuk të lash fare hapësirë në thua shjo, sepse e di që je shumë, nuk je fshehur, je njeri me këmbë në tokë, kështu të kam përjetuar dhe je shumë i modest, prandaj nuk të lash fare hapësirë në thua shjo. Cili është investimi jot në Kosovë? Në Kosovë kam investuar me një klub të zona industriale, ku momentalisht të shku në atë drejtim ku krijohet domethënë qendra jetës natës kosovare. Arsyeja ishte se unë për vetë shumë e kam komunitetin e madh shkak se festivalet edhe Iliri Nglema. Unë kum marr mbrëmjet, njëjtë mbrëmje si më në Gjermani, e kum marr gati 8 vite në Kosovë në klubin Duplex, domethënë sukses shumë. Kemi kalu gjithë dealëv, i kum marr 2 mbrëmje verës. Edhe gjithë shqiptarë që kanë ardhur prej Gjermanisë, domethënë jemi parë në Duplex në Kosovë. Edhe si në Gjermani me... Aty jemi rritur, në Duplex jemi rritur. Po, atë arsye. Unë kam, domethënë, idenë si në Gjermani kur ja kam filluar Iliri Nglema, po duhet edhe në Kosovë, një farë niveli me shtinë. Jetës natës pak më ndryshe? Nivel evropian e gjermane. Kështu që ku mbase siguria do thoja, ose dhe mbase shërbimi do jetë pak më ndryshe? Shërbimi Shërbimi do jetë më Shërbimi shows, do me thonë, nuk e thonë me një mbrëmje me pas një klub vetëm me kap artistë me qitë në skenë. Për mua jo kur nuk ka luajt rol, sa ato e kanë bërë para nesh të disa tjere deti këtu në Gjermani, e kanë marrë artistin dil në skenë, nuk kry mbrëmja. Unë gjithë kom shku me qëllim kur një musafir e le lekun të unë e pagu një bilet, unë duhet me i dhonë 101% maksimum. Këtë e ke vërtetuar gjatë gjithë këtyre viteve, Iliri Nglema nuk ka kursyer kur në performancë, nuk ka kursyer kur në evente, në locations, edhe për të ofruar atë më të mirën. Ari, unë dua të falenderoj shumë. Sot mbase do më jepni të gjithë ju drejt që po na ndiqni në emrin e shumë shqiptarëve për këtë revolucion të madh që ke bërë dhe na ke bërë ndjehemi dhe shumë krenar, sepse ka qenë e vështirë, kemi pas kohë të vështira këtu në diasporë, por sot jemi më ndryshe dhe festojmë më bukur. Dhe unë sot do isha lutur që ndroni me ne sepse kemi akoma për t'ju dhuruar. Për pak sekonda shkojmë në Iliri Nglema Nachtrezidenz në Düsseldorf. Mirëmbrëma! Ja ku ndodhemi këtu në Iliri Nglema. Është një atmosferë, do të thoja, e papërshkueshme. Jam mbledhur dhe në këtë orar, ne kemi orën 12, presim akoma njerëz për të ardhur, rreth 1000 shqiptarë, por presim akoma më shumë. Sot do të performoj gjesti dhe do të sjellem pranë ekranit për te kufive atmosferë të paharrueshme. Hajde më vonë. Ne kemi ardhur këtu ekstra për Iliri Nglema. Është një natë e paharrueshme sot. Është hera e parë që vini këtu? Hera e parë. Nga vini? Nga Düsseldorfi? Sigen. Nga Sigen? Sigen. Sa kilometra është larg nga këtu? 130. Okej. Po për ju është hera e parë që vini këtu? Po. Hera e parë. Spreek je Albanisch? Türkisch. Türkisch Deutsch. Je spreekt nu Turkisch? Türkisch. Und ihr seid auf einer albanischen Party? Ja. Sie auch aus der Albanien, oder? Keni ardhur djemt janë nga Turqia dhe kanë ardhur një parti shqiptare. Po ne dukemi si shqiptarë. Albanien, Türkei so. Familie. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Danke gleichfalls. Është hera e parë që vini unë në Iliri Jo, Nglema? mërë qëfar Sa keni që vini? që 100 herë jam që vi. Unë jam një njëri shumë interesant. Po? A për gjithë qëtam.
Po, e njoh. Po. Ky është ai djali që ka. Çore. Çka ke bërë? Tregoja të lutem, tregoj. Kami në em, Itali, Shqipni. Unë kam qenë që jam i. Ka qenë ai djali që ka hyrë në fushën e futbollit. Nuk e di ai mbani mend. Unë jam. Çka ke bërë? Na tregove një herë si histori, se kemi kohë. Se këto tjerët pas kanë marrë me thonë. O ko si bas, kur kam hi, edhe kam hi spontan. Po? Edhe u bërë edhe u kape. Po, ama ke lënë një kujtim shumë bukur për gjithë shqiptarët. Çaja është. Kërkosh se ka bëj porë më kohë që kam bëvën. Tani e nindi që të tjerë. Do kaloni mirë sot. Me gestin, kalohet bukur. Mirë. Do të kalojna sa më mirë. Shkën kanë Albanis. Ja, gajsëren. Si ke emrin Lara? Bëja kom su? Nga vjen Lara? Aus Venlo. Aus Venlo, nga Hollanda. Hollanda, ja, Hollanda. Unë kom su është për anglisja? Aus Libanon. Nga Libanon. Ja. Edhe ndalon Laura këtu me ne dhe për na jep një intervistë. Ist das erste Mal, dass du hier in Illyrian Glamour bist? Dritte Është hera e Mal. parë? Das dritte Mal. Ja. Wie findest du das hier? Super gut. Die Albaner sind super, oder? Ja. Shqiptarët, po jemi Ja, të die mirë, my Shqiptare. Lara, shumë faleminderit. Dankjewel. Alsjeblieft. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, ebenfalls. Sa kohë keni që vini këtu? Janë 2 herë mujt. Vini? Po, Tu, normal. ju jetoni në Düsseldorf? Düsseldorf. Në Düsseldorf, atëherë është i njohur për ju. Sot prisni gjestin. Gjestin e gjithë shqiptarët. Edhe gjithë shqiptarët. Po, normal, Është një atmosferë shumë e mirë sipër. normal. Shumë mirë. Faleminderit shumë, ju uroj një Gjithashtu edhe juve. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është hera e parë që vini në Illyrian Glamour? Ja. Është hera e parë. Kur ka ardhur për herë të parë këtu? O ku konë da ju butrimi konë. Rutini kur ka qenë? Kur sa kohë ka? Se ka një muj. Një muaj. Po. Domethënë çdo muaj vin në Illyrian Glamour. Ka kohë që vjen. Ju pëlqen këtu? Ich kann kein Albanisch, sorry. Gefällt es dir hier? Natürlich, immer wieder. Ja? Magst du, kommst du denn mit albanischen Kommunität zurecht? Mazedonien, Kommst du aus Mazedonien? Du sprichst auch Mazedonisch. Genau, ja. Kannst du uns was Schönes sagen auf Mazedonisch? Ich liebe die Albaner, irgendwie so. Irgendwas Nettes über uns. No, gesagt am Albancite. Aha, okay, ich hab's nicht verstanden. Ich hoffe, du hast uns nicht beschimpft. Nein, ich hab dich beschimpft. Ja? Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und genießt den Jesti. Ja, Jesti është në të vërtetë do të bëj një performancë shkëlqyer sot dhe mezi po pres ta shikoj. Faleminderit shumë. Ti je shqiptare? Nein. Wo kommst du her? Ursprünglich aus der Türkei. Aus der Türkei. Und du bist heute auf einer albanischen Veranstaltung. Ja. Weißt du, wer heute performt? Jesti, kennst du Jesti? Nein. Hast du nicht gehört? Doch Er ist unser Big Brother Gewinner. Ja. Und momentan ein sehr beliebter Sänger. Ist das hier heute für dich das erste Mal? Nein. Nein. Du kommst öfters hier hin? Ja. Was gefällt dir hier am meisten? Dass hier so viel Platz gibt, so viele Etagen und so viele Orte, wo man hingehen kann. Und die Musik wahrscheinlich, ja. Bei Illyrian, ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Momenti shumë pritur erdhi, Gjesti unë gjithë në skenë me shumë brohoritjeve dhe përkrajës së zjarrt nga fansat e tij të moshave të ndryshme. Ky ishte edhe një detaj që i ra atij në sy, teksa performonte në skenë ku tregoi kujdes të veçantë, duke i përshëndetur sidomos moshat më të mëdha që kishin shkuar të ndiqnin nga afër. Atmosfera ishte zjarr për më shumë se gjysmore performancë të Gjestit nga hitet e tij të mëhershme tek dhe shundrequ si kënga më e fundit. A jemi të vujt ama ide. Jo, shikë jo. Unë e po. Unë jam të vujt. Pasha, jam të vujt fort me dhe. Shumë kësi kom vujt.
DJ! Say! Mbrëmja në Illirin Glamour vazhdoi deri në orët e hershme të mëngjesit. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.